Të nderuar shikues, ju përshëndesim nga pika turistike e Shirokës në Shkodër. Në fund pas shpinës time është Ajka e Mundjes Shkodane dhe asaj shqiptare. Shoqata e veteranëve të Mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e Mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vllaznisë Koles Lisi, i cili sot mbush plot 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika, atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të festuar me kolegët, shokët dhe miqtë e tij. Koles, mirë se erdhën në Shkodër. Mirë legat. Gjatësi e veçantë, është lidhur Ajka Mundjes. Thëmë drejtën, është emocionuese, është një gëzim i madh me kanë mes të në legjendave të sportit Mundjes. Gjithashtu faleminderit për ftesën. Është nësi e madhe edhe që ju shoh ju ma shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas më shumë herë intervista ma sportit e në një kenje këta në kohën. Është një kënaqësi e veçantë e njeri mall ku me të gjithë ta ftum kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të Mundjes. Koles, thamë që jetoni për vitesh në Amerikë, po keni vënë pas një karrierë shumë të suksesshme me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, dhe padyshim kjo rikthimi juaj në Shkodër dhe kjo drejt festive me rastin e ditës tuaj është një rikthim në memorien e atyre viteve. Të thëmë drejtën, është shumë e vërtet, është një kënaqësi e veçantë, muni mes tyne njerëzve të veçantë, është një dashamirësi, është një respekt i veçantë. Jam shumë mirënjohës gjithëve që kanë marrë munimin, dikush ka ardhur prej jashtë, dikush prej çdo qytetit të Shqipërisë. Dikush edhe nga plazhi, edhe kalon plazhin, edhe gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë veçantë gjithë prej zemrës, inshallah ju kthej në gëzimet tyne. Mes tyre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të Mundjes, por edhe shumë kundërshtar tuaj, se keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë fitoret, humjet, dhe kjo është një kënaqësi tjetër. Vërtet kena pas kështu momentesh, por na kanë sportista. Mas sportit kena kanë vëllezën, kena kanë shok, dhe kjo mas mirët e difton sot, pjesëmarrja e gjithëve. Kam shumë që kena bë sport, shumë kundërshtar, por gjithë janë të mirë pritun, ata janë vëllezërit e mi, janë miqtë e mi, është një kënaqësi e veçantë. Prej sa vitesh jetoni në Amerikë dhe sa ju mungon Shqipëria, Shkodra dhe kolegët e Mundjes? Në Amerikë kam plot 26 vjet, por të thëmë drejtën, Shkodra më ka mungu e mungon çdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu, e pas e vendësueshme. Fal një karrierë tuaj të suksesshme sportive, si sportist i vllaznisë dhe kombëtarës, Federata Shqiptare e Mundjes, Shoqata e Veteranëve të Mundjes dhe konkretisht në këtë momente është sekretari i përgjithshëm Xhelit Cibaku, që do t'ju akordoj një medalje, pikërisht nderi Mundjes shqiptare. Po Xheli? Faleminderit. Edhe atëre në emër të Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare, ne nderojmë një në mundësat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Mundjen e Lirë, Koles Lisi. Me motivacionin, ndërmundësit më të shquar në vitet të ekipit të Mundjes Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trivet në vitin 81, fitues i Kupës Republikës në 84-ën, medalja argjendit në Spartakjatën e 6 kombëtare në 84, fitues i vendit në nga viti 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar në vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampionit të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat, vlerësimi i merituar. Shumë faleminderit për ju. Me këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e vllaznisë, edhe si organizator, po edhe ti si bashkëorganizator me këtë rast. I faleminderit, po, patjetër. T'ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Deri Mundjes Shqiptare, Koles Lisi, edhe medalin edhe këtë të dyja, veni këtu.
edhe kështu do më thonë, një shpërblim i merituar për atë çfarë i ka dhënë Munjes Shkodër. Shkodranëva si sa shqiptare koles Lisi. Shkurtimisht për çfarë ka spikatur me shumë në tapet koles Lisi? Spikat e këtij ka qenë sportist me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë i mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij. Ne do të jemi së bashku gjatë ceremonisë, po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të Koleslisit. Urime ta gëzosh që medaljen, ta gëzosh edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe shumë faleminderit. Të takohemi përsëri në Sebebetira. Shumë faleminderit. Të vjen së bashku për pak momente, sa vite zgjati karriera sportive e Koleslisit? Vite sportive ka gjatë rreth 19 vite. Qysh me pioner, me të rinj, edhe pjesa më e madhe ka qenë me të rritunit, se kam kalu qysh moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam bën Durrës në vitin 1998. Momentet më të gëzueshme, spikat janë më e madhe, arritjet më të mëdha tuaj janë? Arritjet më të mëdha janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni por i dytë i tretë. Se gjithkush nuk ka njeri që kur përballohet me sportistat mirë, me kampionat gjithë, në veçantë peshat tona kanë qenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me qenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është dhanë gjithmonë me mira, mundshme, edhe kënaqësia më e madhe ka qenë kur kena pru kupa kampionatin në Shkodër. Cili ka qenë kundërshtari juaj më i fortë në tapet? Që është e vërtetë kam pas shumë kundërshtar, se kam bën disa pesha, prej të pesha parë deri te pesha e 7, pra që kam qenë gjithmonë me konkurrencë për me hin ekip, që kam qenë me sukses, edhe çdo peshë ka pas talentat, mundësat e mrekullueshëm, kampionët viteve, gjithmonë ka qenë një luftë e vërtet për titullin kampion. Koles, të diçka për një përmbledhje për ekipin, trajnerit tuaj, që nga pioner deri tek skuadra e ekipit i parë, me Elizametin duke të keni mbyllur, por edhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpunëtar me ju, fillimisht për trajner. Fillimisht kena pas Gjevdet Shaqirin me pionerët. Gjevdet Elbasani i futbollit. Po Gjevdet Elbasani më fal. Emocionet bën vetën. Masane kena kalu ka Rali Morrizi, kena kalu me John Leken me të rit, një trajner i mrekullueshëm. Mas asaj kam kalu në 78-ën me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për Durrës, me trajnerin Elizametin. Për mu ka qenë një trajner shumë kërkues dhe shumë me disiplinë në sport. Ekipi, kolegët e tuaj. Kolegët e mi kanë qenë të mrekullueshëm, po ja filloj prej atyne që prej me pioner deri me të rritunit, si Agustin Mihilli, Tom Arashi, Seladin Regja, Gaga i Thrasim, Rok Bardeli, Luis Zefi, janë i fije më të mëdhenj, por që kena qenë të tanë Alfred Bardeli, Tom Arashi, e thash unë i maj mend Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se nështë për emocionin njëri harron edhe në një, por të më falin se ashtë pa dashje gjëgjë. Koles, unë ju falenderoj shumë për këto mendimet që dhatë, dhe përfitoj nga rasti edhe njëherë t'ju uroj edhe 100 të tjera. Zotë drujt, faleminderit, kënaqësi që ju pash, e kënaqësi me kanë me ju. Është vërtet ne kemi kaluar shumë vite me Koleslisin, por edhe me brezën e tij i kam ndjekur ekipin sportin e Munjes, si klasikën, si sportin e Munjes së Lirë në shumë suksese të atij brezi, dhe kam kënaqësinë
se unë nga shpërmarku në rolin e gazetarit sportiv që atëherë deri sot nuk jam shkëputur nga mundja, por edhe nga sportet e tjera. Ajo është një fat i mirë se me eksperiencën tënde e ke diftu karrierën tënde të mirë, edhe shpresoj që me gazetarë si ti krenohen edhe na. Faleminderit. Gjithashtu. Je dundur në Amerikë dhe urime për titullin. Zoti drejt. Shpresojmë të takohemi edhe herë të tjera. Faleminderit. Me të tjera gëzime me këto ambiente se sot kanë ardhur vetëm për ju. Zoti drejt, faleminderit, kënaqësi me kanë me ty.